Meditim, drita e brendshme për ty dhe mamin apo babin. Përshëndetje, mirë se erdhe. Jam shumë e lumtur që je këtu, bashkë me mamin ose babin tënd. Kjo është një kohë vetëm për ju të dy, për të ndjerë qetësi, dashuri dhe për të mbushur trupin dhe zemrën me dritë. Tani gjej një vend të rehatshëm, mund të ulesh, të shtrihesh, ose edhe të rrish në këmbë, siç të pëlqen më shumë. Dëgjoj trupin tënd, ai e di shumë mirë çfarë i duhet tani. Gjithçka që ndjen është e drejtë. Mami ose babi do të jenë pranë teje gjatë gjithë këtij udhëtimi. Mbylli sytë dhe merr frymë thellë nga hunda. Mbushe trupin tënd me ajër të pastër dhe lësho frymën ngadalë nga goja. Sikur të fryje fluskat e arta në ajër. Imagjino tani një dritare shumë të madhe përpara jush. Dritarja është mbuluar me perde të mëdha dhe të buta. Ti dhe mami ose babi bashk kapni perdet me duart tuaja dhe i tërhiqni ngadalë në anë. Në atë moment, një dritë e artë dhe e ngrohtë hyn nga dritarja. Drita ju mbush fytyrën, trupin, duart, këmbët, të mbush plot gëzim dhe ngrohtësi. Merr një frymë të thellë dhe ndjeje këtë dritë si hyn në trupin tënd. Drita rrjedh përmes hundës dhe mbush çdo cep të trupit tënd me dashuri dhe energji. Tani vendose njërën dorë mbi zemrën tënde. Mami ose babi mund ta bëjnë të njëjtën gjë. Ndjeni rrahje të zemrës suaj. Një ritëm i qetë dhe i fuqishëm. Në zemrën tënde jeton një dritë e vogël, një yll i artë. Ai është gjithmonë aty, edhe kur nuk e sheh. Ky yll është burimi i gjithë dashurisë, gëzimit dhe guximit që ke. Sa herë merr frymë, ylli bëhet më i ndritshëm. Fillon të rritet. Sa një kokër bizele, sa një top të vogël, sa një top të madh lumi. Ylli yt ndryshon tani gjithë trupin tënd. Dhe pastaj gjithë hapësirën rreth teje. Mami ose babi pranë teje kanë yllin e tyre. Dhe tani të dy jeni të mbuluar nga një fluske madhe artë, një mburojë drite. Kjo mburojë është speciale. Ajo lejon të hyjë brenda gjithë gëzimi, dashuria dhe mirëkuptimi. Ajo ndalon gjithë lodhjen, frikën dhe shqetësimin të mos hyjë brenda. Ndjeni si dritat tuaja lidhen mes tyre. Ti dhe mami ose babi jeni të lidhur përmes një rreze të bukur, të ngrohtë, që shkon nga zemra jote në zemrën e tij ose të saj. Kjo rrezë është bërë nga dashuria më e pastër që ekziston. Merrni së bashku edhe një frymë të thellë. Frymësoni dritë, gëzim dhe energji të re. Nxirrni jashtë gjithë lodhjen dhe mendimet e kota. Në heshtje,
falendero veten dhe njeriun tënd të dashur që po ndan këtë momente mrekullueshëm me ty, sepse këto çaste janë thesaret e jetës. Kur të ndihesh gati, lëvizë pak trupin, rrotulloje kokën ngadalë, zgjati duart, çliro këmbët dhe hapi syt. Bota është ende atje, por tani ti dhe mami ose babi jeni më të ndritshëm, më të fortë dhe më të bashkuar se kur. Ylli yt i mbrëmshëm të udhëheq gjithmonë, ti je dritë, ti je dashuri.